What the fuck? Muza Fashion Fair është panajiri I cili po mbahet këtu në Pallatin e Kongreseve. Hajdeni me mua që të shohim se çfarë po ndodh aty brenda. Jam këtu me Andriola Kandon, themeluesen e Muza Fashion Fair. Andriola, si po duket një herë e gjithë atmosfera sot? Po mendoj që është bukur, ka energji pozitive dhe unë besoj të energjia. Të energjia. E dua energjin dhe po të shikosh vetë rrotull, ka një emocion që përcillet nga energjia e gjyshreve. Dhe energjia e gjyshreve na sjell dashuri. Dhe dashuria na sjell siguri. E vërtet, më thej që ke kaluar ditë e ne të tëra pa gjumë duke u marrë me organizime. Po sigurisht që po, sepse të pesojnë 50 biznese dhe ndërkohë ti ke një platformë që Muza është 9.000 të ri, nuk është pak, ne të pa gjumë janë shumë normale në një event kaq të madh që ndodh për herë të parë në qytetin e Tiranës, por nuk është vetëm në fokus për Tiranën, por është e gjithë Ballkanin dhe ju sot do shihni që Muza po bën bashkë dhe shumë partnerë nga Ballkani, që janë organizata që kanë një eksperiencë shumë të madhe se ne në industrinë e modës dhe po ndërtojmë pak e nga pak atë industri që na ka munguar, sigurisht në industrinë kreative. Tani, Muza ka disa vite që bëhet, Po, 5 vite. Po, por 5 vite. ndryshe këtë vit ka ndryshuar diçka, pra nga një kompeticion është kthyer në një fashion fair ku vinë biznese, pra në një panajir. Po. Si lindi ideja për ta ndryshuar dhe për ta arritur? Por unë besoj që çdo projekt kur nis ka një objektiv më madhor. Dhe Muza ka sigurisht objektivi madhor është që si ne të përfshihemi dhe të jemi pjesë e një tregu ndërkombëtar. Dhe ne na duhet të jemi pjesë e tregut ndërkombëtar. Dhe kështu kemi bërë bashkë të rritë Muzës bashkë me bizneset. Dhe bizneset do jenë pjesë integrale duke ndërtuar dhomën e industrisë së modës. Kjo është risia që sjell Muza para se të shkojmë në 7 shtator në Milano të prezantojmë pikërisht etnografi shqiptare, pikërisht për të qenë pjesë e asaj familjes evropiane. Interesante, pra Muza duhet do rritet dhe do shkojnë ndërkombëtare, jo vetëm në Shqipëri. Po patjetër që do rritet, se ka, domethënë në momentin që ne kemi besim dhe të rit I motivojmë dhe pjesa e mirë e gjithë bizneseve janë bërë bashkë, e kanë kuptuar që vetëm nuk arrihet dot që. E vërtet. Dhe unë besoj që të rit ka nevojë për një biznes të qëndrueshëm dhe biznesi I qëndrueshëm ka nevojë për një frymë të re dhe një vizion të ri. Dhe kështu janë bashkuar komponentët së bashku dhe shpresoj shumë që ne të kemi një industri në rritje, siç e kanë bërë në fakt, nuk është vetëm Andriola që organizon evente të tilla. Andriola është një ndër to që është marrë pikërisht me pjesën etnografik shqiptare, pra është marrë me rënjët. Dhe kjo ndoshta ka qenë një nevojë për tregun. Pyetja ime është, si është industria e fashionit në Shqipëri? Sa e vështirë është të qash në këtë industri këtu dhe të arrisësh këtë industri në një vend të vogël? Unë besoj që ne jemi në fillimet tona dhe simbolika që ju do shihni në të dy anët e pjesës së pritjes që po organizojmë janë 2 kontinjerë që kemi vendosur profesionet. Pra e gjithë sektori I shërbimeve të rritë e Muzës I kanë rikonceptuar për të një vizion të ri. Pra ne duhet të mbajmë të rritë në vend prapë, që të mbajmë të ri duhet I motivojmë. Dhe të rritë tanë na kanë treguar një vizion të ri, pikërisht në muzeun që ne kemi përgatitur sot. Shumë interesante dhe krime shumë të bukura në fakt. Po, kur shikon ti postierin me veshje etnografike të bazuar nga dashuria e gjyshreve tona, po unë mendoj që është një mundësi e mirë identiteti që na lyp pak të kemi vëmendje dhe fokus. Tani unë ju uroj shumë suksese juve në radhë të parë dhe dua të informojmë njerëzit se si do të jetë dhe si do të vazhdoj panajiri në 2 ditët e ardhshme. Në panajir do gjeni gjithçka, do gjeni brende të reja, të ri, biznese të konsoliduar, do të gjeni oferta shumë fantastike për gjithë ju që doni të ndryshoni edhe stilin e veshjes. Pra Muza Fashion Fair është një mundësi e shkëlqyer për të ardhur për ta vizituar, është falas, hyrja është falas, çdo kush
që kërkon të vi dhe të shijoj një trendet e reja të modës, është vendi i duhur të shijoj sfiladat. Në orën 7:30 çdo natë në Pallatin e Kongreseve do të ketë sfilada fantastike, brende fantastike që besoj do të sjellin risi në treg, por dhe do na japin një orientim të ri se si ne të kurohemi. E vërtet, pra nesër të dielën dhe pas nesër të hënën, Ju presim në Pallatin e Kongreseve. Kongreseve në Muza Fashion Fair. Shumë faleminderit. Shumë. Dhe shumë suksese. Rezarta Skifteri, tani ti shkëlqen, unë nuk e di çfarë do të them ty moj vaj. Faleminderit shumë, edhe ti shkëlqen të dyja. Shumë faleminderit. Tani në Muza Fashion Fair jemi mbledhur sot. Çfarë të sjell ty sot këtu Rezarta? Shko, fashion, mod, kultura, gjithçka e bukur. Po të shikosh njerëzit janë bërë shumë bukur sot. Bashkë me ju do shikoj dhe unë panelin tim, sepse as unë se kam parë, po e zbuloj tani që kam qenë kaq e ngarkuar, sa që as vetë nuk e kam parë, por kam angazhuar njerëz të tjerë për të marrë me pjesën e hapësirës time që ndodhet në këtë panajër. Me çfarë ke qenë duke u marrë Rezarta, duke bërë koleksione të tjera? Shpirtasues kam arrit pja, që ngarkuar kam qenë në punë. Ç'të bëje shkreta? Jam bërë si kapedanit, ama këtë gratë. Tani, do ta tregojmë pak çfarë ke veshur ti sot, se është shumë e rëndësishme të dim. Kjo është një veshje Që i përshtatet formatit tënd patjetër? Ky është një nga materialet e mi të preferuar që në çdo event unë përdor këtë materialin, se është komod, elastik, i rehatshëm dhe mbaron punë shpejt, do më e qep shumë shpejt. Veshjen, kështu që e kam gjetur zgjidhjen, se për veten time më del koha shumë pak. E vërtet. Shumë e vogël, kështu që jam e detyruar në sekond fundit Mulligjiu ngel pa miell, kanë thënë të parët tanë. të bësh më i modern, Po, a kushton shumë veshja jote? Jo, nuk ka kosto. Kjo është pa kosto, kështu që mund bëni sa doni këtë lloj linje sepse janë të rehatshme, i fut valixhe për fundjavë, nuk e nevojë të hekurosësh, një të larë një tar rehat fare, edhe kosto është e lirë. Rezarta, si të duket veshja e shqiptarëve vitet e fundit? A është përmirësuar dora ndopak e stilit të shqiptarëve? Shiko, stili është më i lirë, është më avangard, është më futurist, dhe njerëzit kanë mundësi që të, si në rastin konkret, ja zonja për shembull, është shumë interesante, dhe kështu që kanë mundësi të eksplorojnë. Duke qenë që është më avangard, edhe gabimet janë më të pranueshme. Por sigurisht njerëzit janë më të themi më të ndërgjegjësuar dhe din linjën që duhet mbajtur për X evente apo për jetën e përditshme. Sigurisht janë më ndryshe. A të duket ty paksa stili ballkanas i ngarkuar ndryshe nga stili perëndimor? Jo, mendoj që janë aty. Nuk është se shikoj në një ndryshim. Unë më tepër nuk shoh të pjesë, por shikoj anën e karakterit personit se si e mban një veshje. Nuk e di, në e ke vënë re për shembull që X personazhe ka një linjë të tyre. Dhe më tepër jam e fokusuar në këtë se sa prurjet që sjell moda. Kjo është më tepër ajo që e bën më trend pastaj. Çfarë sjell një individ? Në Shqipëri kush është personazhi VIP me stilin më të bukur sipas syrit tënd kritik? Shiko, mua Eranda Libova më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Nuk e di, a je dakord me mua? Eranda Libova ka qenë gjithmonë shumë trendi, gjithmonë. Gjithmonë girlish, një imazh që gjithmonë ka një element shumë të freskët, Jonida Maliqi pa diskutim. Ka personazhe pa fund, ka edhe këtu sot. Shikoj pa fund personazhe. Po ndonjë mashkull në Shqipëri në showbiz që vishet bukur, këtë do veçoje ti? Mua më pëlqen Ledioni. Ledion Liça? Je dakord me mua? Shumë dakord, jam shumë interesante, është me ato rozat e tij, me ato vishnje. Flas me mënyrën e komunikimit, me mënyrën e veshjes, me atë që prezanton, mendoj që janë të lidhura mirë njëra me tjetrën. E vërtet. Rezarta, të uroj shumë suksese dhe jemi në pritje. Pa, je shumë e mirë. Dhe ju uroj shumë suksese, ju ndjekun juve. Faleminderit. Ergyz Zhabjaku, dhe ti pak më parë më the mua s'më njeh fare dhe unë të thash, je emër shumë i dëgjuar, po eviton të dalësh me portret. Çfarë të sjell ty te muza? Andriola. Përveç Andriolës. Jo, më sjell edhe bashkëpunimi shumë i mirë që kam me këto shumë vjeçarë në të moment. Ndoshta koncepti i këtyne që është për mendimin tim
super okay për Shqipërinë në moment, edhe okay. Kaq. Ergjys, si të duket bota e modës dhe e fashionit në Shqipëri? Sa ka evoluar dhe a ka nevojë për përmirësime sigurisht? Jena në fillimet tona, mendoj, jena në një momentum shumë të mirë. Besoj që nëse sepse aty që çështja e modës, është edhe çështje industrie, është edhe çështje si më thon kolektive etj. Nëse ne aspirojmë të gjithë bashkë që ndërtojmë një lloj status quo-je për modën shqiptare, mund ta bëjmë. E vërtet, por në fakt ti nga gjithë stilistët që ne kemi, se jemi një vend si Shqipëria, Kosova që kemi shumë designers. Super. Kë do vlerësoje ti më shumë? Në vlerësimin tim është Valdrin Saiti, edhe si mik edhe si stilist. E vërtet, në fakt, Valdrini ka veshur yje botror nga më të njohurit në të gjithë botën. Sot në muza çfarë presim dhe gjatë 2 ditëve në vazhdim? Besoj me çfarë po shoh paktën, edhe me sa jena marrë me Andriolën praktikisht besoj që është një moment çlirues për identitetin estetik të këtij qyteti. Besoj që duhet shkojnë shumë mirë. Shpresoj që njerëzit vinë edhe të ndjehen shumë okay këtu. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Lore, në Muza Fashion Fair të gjeta këtu në mod. Kush tjetër? Pikërisht ti, sa bukur je veshur sot. Mua më ka vesh një nga stilistët e Muzës që më ka sjell shumë fat në fakt edhe në Këngë Magjike. Ka qenë e njëjta Elena Qupi nga Muza, që më ka veshur dhe për amanetin në Këngë Magjike dhe gjithë dalet e mia skenike për gjatë gjithë Këngës Magjike. Dhe mund të them që Lore, në fakt, e vërtet, atë do thoja dhe ma more nga goja, ti je një artiste cila quhet për stilin e saj shumë të veçantë në veshje. Çfarë të bën ty të jesh ndryshe nga artistët e tjerë në veshje? Kam përshtypjen vetë format që zgjedh, vetë copat, teksturat, më pëlqejnë pak gjërat më çik kështu sculpted, edhe që të kem personalitet është mbi të gjitha. Tani ty, si të duket që vishen shqiptarët? A e ndjekin modën, a kanë shije në veshje? Mendoj që kanë shumë shije në veshje, edhe këtë e vëre vit pas viti, në fakt, për të gjitha, po themi, edhe aq kulturë sa mund të marrin për ndikimin që ka edhe moda tek ne, edhe stilistët shumë të zotë që kemi në treg. E vërtet në fakt, po për te modës, Loreti je një këngëtar dhe unë nuk mund mos të humbash shansin dhe mos të pyes për Eurovisionin. Si të zhduk Shqipëria këtë vit? Performancë shumë të njëjtose. I uroj super suksese Alice, ka dalë shumë mirë, ka shkëlqyer, uroj tani me një vend shumë të mirë në finale, pse jo dhe në fitore. Loreti, do ta shikoje veten në Eurovision? Po, mund të them që është një nga ato gjërat që i kam në listë që do doja shumë t'i bëja check, por nuk di ta them kur. Por vit, ndoshta vitin tjetër. Këtë vit? Këtë fund vit, doje të thoje? Ndoshta këtë fund vit, ndoshta fund vitin tjetër. Pyetja ime është, a do shkoje ti me një këngë balad apo me një këngë ritmike që të kërcenim se na hëngrën komentuesit? Unë them që do shkoja me një këngë ritmike. Mundësisht nga këto që nga këto shpiket e mia që të abisin, nuk i pret fare. Lore, a të përndjek më Big Brotheri? Po, ka shumë njerëz që vazhdojnë më ndalojnë edhe më thonë pse sa bëre kështu, po pse si the kështu, po pse dole ashtu, po që jam e bindur që e kanë nga dëshira që unë të aktivizohesh edhe më shumë, po që më përndjek mua është gjithë benefitet që më ka sjell Big Brotheri. Edhe për këtë jam super mirënjohëse dhe lumtur, ndaj njerëzve edhe ndaj vetë produksionit. Vendi i parë, vendi i dytë, ishe dakord? Shumë dakord, edhe sikur të ishte e kundërta, unë të dy i kam shumë xhan. Më mirin bashkëpunoj në një studio, patjetër që për atë ka qenë tifozeria në fillim fare, po krijova një shoqëri shumë të bukur edhe me Selina aty brenda dhe jam shumë e lumtur që ajo mundi të triumfonte. Dy çiftet jashtë që po përfliten është Selin dhe Gimbo, të cilët duken më të dashuruar se kur, nuk e di a e dallon ti këtë gjë? Po, unë s'kam mund t'i takoj dot pas Bigut, por me që kam parë vërdall, vazhdojnë fuqishëm edhe më bëhet shumë qefi. Ndërkohë nga ana tjetër kemi dhe Brikenën dhe Mateon, të cilët herë shfaqen, herë zhduken. Di Mateo kishte edhe një postim duke fol 7 orë me Brikenën. Ashtu, ë?
Jo, s'm ka tregu gjë Brikena, s'di gjë. Pse ka ndodhur ndonjë gjë që Se di unë, telefonat shtatorëshe? se di, nuk e di domethënë se çfarë mund Të të morë vesh ti, nuk s'kam s'ta marr vesh unë. Po çfarë mund të flas një njeri me partnerin shtator? Po mirë, distanca i ka këto. I ka distancë. Lorendo, një projekt të ri do kemi nga ty? Po, super, një bashkëpunim tani në maj me një super artist. Me kë? Apo s'mund ta thuash ende? Po, pse jo? Është me Mike. Me Majkun? Do rikthehet Majku përsëri? Mike, edhe unë kam një bashkëpunim, më ka ftuar të albumi vet që të jem një nga artistët bashkëpunëtore, po.